Shoqata e motociklistëve shqiptar Albania Bikers ka mbledhur në qytetin e Shjakut mbi 2500 motorristë nga 14 vende të ndryshme të botës. Eventi është organizuar nga shoqata në bashkëpunim me Bashkinë e Shjakut. Përveç itinerarit motociklistëve, i cili ka nisur nga qendra e qytetit Shjakut, më pas është drejtuar zonës Shilorës, Maminas, autostradës për të vazhduar deri pranë rrugës Suportit dhe më tej për të rikthyer në Shijak. Eventi organizohet për të 500 vit radhazi në Shijak, ku Bashkia e Shjakut ka qenë pritësja, duke i hapur dyrë dhe mbështetur këtë organizim spektakolar. Kryetari i Bashkisë së Shjakut, Elton Arbana, tha për këtë event të veçantë. Këtu në Bashkinë e Shjakut po ndodh një fest jashtëzakonisht e madhe, ashtu siç e kemi thënë që çdo vit numri i motoristëve për festa të tilla do të ishte në rritje dhe siç e shikoni vetëm në këtë vit janë plot 2500 motoristë që kanë ardhur nga gjithë bota. Unë jam shpresë plot që edhe vitin tjetër do të arrisim numrin, por këto nuk janë thjesht vetëm motoristë, këto janë ambasadorë të vendeve të tyre dhe nga viti në vit shikojnë dhe ndryshimin jo vetëm në qytetin e Shjakut, por në gjithë Shqipërinë. Më tej aktiviteti ka vazhduar me një koncert rock and roll dhe me këngëtarë të mirënjohur të skenave tona, që i dhanë një bukuri të veçantë kësaj mbrëmje të paharrueshme festive në qendër të qytetit të vjetër të Shjakut.